Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta sekrete e mjekëve. Largon gëlbazën nga mushkrit dhe kollën, ja si të merr një frymë më lehtë. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumoninë, jeni të sigurt se keni gjetur zgjedhje natyrale për të trajtuar këto probleme. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër dhe tërësisht natyral i cili do të trajtojë këto probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator dhe antiviral të fuqishëm natyror. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se qepa gjithashtu mundet që të veprojë si një antiviral i fuqishëm natyror në një mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, ngjyrjes, problemeve në fyt dhe gjithashtu mundet të përdoret edhe për të trajtuar bronkitin dhe pneumoninë. Receta është shumë e thjeshtë, ka vetëm 2 përbërës të cilët do t'ju vinë juve në ndihmë. E gjitha çfarë ju duhet është qepa dhe sheqeri, dhe në vetëm disa ditë trajtimi ju do të ndiheni shumë herë më mirë. Ja se si të përgatisni shurupin e qepës. Priteni qepën në feta, vendoseni më pas këto feta në një tenxhere dhe kështu me radhë duke përfunduar me një shtresë sheqeri. Mbulojeni tenxherën për të shmangur praninë e insekteve dhe lëreni atë që të pushojë gjatë gjithë natës. Ditën tjetër ju do të gjeni një gotë plot me lëng në ngjyrë mjalti dhe ky lëng do të jetë shurupi që ju do duhet të përdorni. Doza është 1 lugë çaj shurup për çdo 3 orë. Kolla është një nga simptomat e përbashkëta dhe më të padëshiruara të gripit dhe të ftohurës. Statistikat tregojnë se të rriturit sëmuren nga e ftohura 2 deri në 4 herë në vit. Këto viruse mund të jetojnë tek stendet ose sipërfaqet e prekshme deri në 48 orë. Në 60% të rasteve të ftohurës në mbar botën, mjekët rekomandojnë përdorimin e antibiotikëve, ndonse sëmundja nuk shkaktohet nga një bakter. Për pasojë në këtë raste, antibiotikët janë krejt të panevojshëm. Kura me xhenxhefil dhe hudhër kundër kollës. Kolla mund të bëhet problematike në qoftë se ajo zgjat për një kohë të caktuar. Ndonse ajo përbën mënyrën më të shpejtë të pastrimit të rrugëve të frymëmarrjes nga sekrecionet e trasha, kolla mund të jetë problematike dhe nëse ajo zgjat mbi 8 javë, atëherë ju nuk duhet që ta shtyni as edhe 1 minutë takimin tek mjeku juaj. Për këtë kurë natyrale juve ju nevojiten 2 lugë gjelle me xhenxhefil të freskët dhe të grirë holl, 2 ose 3 thelpi hudhër të coptuar dhe lëngu i një qepe, 2 lugë çaj me mjalt dhe 2 gota me ujë. Hidheni ujin në një tenxhere, shtoni aty xhenxhefilin e grirë ose të prerë në feta sipas dëshirës. Shtoni hudhrën dhe më pas lëreni ato që të marrin një valë në temperaturë mesatare. Më pas uleni temperaturën, mbylleni kapakun e tenxheres dhe lëreni përbërësit të zjenj për 5 deri në 8 minuta. Hiqeni tenxheren nga zjarri dhe lëreni që të ftohet pak. Kullojeni lëngun në një enë qelçi dhe shtoni lëngun e qepës. Hidhni edhe 2 lugët e çajit mjalt. Përzjeni çajin mirë dhe pijeni. Kjo kur duhet që të konsumohet 2 ose 3 herë në ditë kundër kollës me sekrecione dhe asaj të thatë. Kollitja shpesh kthehet në një gjendje të vazhdueshme dhe njëkohësisht shumë të bezdishme. Si një simptom e zakonshme e ftohjes dhe e gripit zakonisht, kjo nuk paraqet një gjendje të rëndë dhe është e mundur ta mbash nën kontroll në sajt të produkteve natyrore. Mirëpo, a jeni në dijeni për ekzistencën e këtij ilaçi natyral? Pas konsultimit,
Përpiquni të jepni rëndësi edhe këtij ilaçi të thjesht natyral, të pasur me lëndë ushqyese dhe shumë të fuqishme të cilat munden që të lehtësojnë simptomat brenda disa orëve. Për më tepër, ky ilaç natyral është mjaft efektiv edhe për lehtësimin e simptomave të bronkitit, gëlbazës dhe dhimbjes së fytit. Trajtimi i kollës kronike dhe i bronkitit ka qenë i vështirë për mjekësinë konvencionale. Ky ilaç natyral përmban disa përbërës më të vjetër dhe më të fortë që lehtësojnë dhimbjet e fytit, kollën dhe kurojnë bronkitin. Falë vlerave të mrekullueshme të mjaltit dhe të bananes, të cilët janë përbërës natyral, ju mund ta përdorni këtë ilaç si për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit, dhe gjithashtu mund ta shijoni shijen e tij të mrekullueshme. Dhimbja e fytit, kollitja dhe problemet e stomakut munden të trajtohen me këtë pije. Ja se si ta përgatisni atë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 banane të mesme të pjekura dhe 2 lugë mjalt. Së pari, hiqni lëkurën e bananeve dhe shtypeni ato me një pirun ose me një lugë. Mos përdorni enë metalike sepse bananet priren të erësohen në kontakt me metalin. Më pas, vendoseni bananet në një tenxhere dhe aty shtoni ujë të nxehtë. Lëreni përzierjen për të paktën 30 minuta. Së fundmi, pasi kjo të jetë ftohur, shtoni mjaltin. Është e rëndësishme që mjaltin ta shtoni në fund në mënyrë që të mos humbas vlerat e tij të rëndësishme në ujin e vluar. Përdorimi: pini 100 ml 4 herë në ditë, gjithsej 400 ml. Kjo sasi është e mjaftueshme për një ditë dhe ju mund të përgatitni një tjetër ditën tjetër. Rezultatet e para do të mbërrinë pas 5 ditëve. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe këtë shurup natyral ku përbërësit që do t'ju duhen janë 1 lugë çaj me shafran pluhur, 3 limon dhe 3 deri në 4 cm xhenxhefil në copa dhe 2 deri në 3 lugë çaj mjalt. Qërojeni xhenxhefilin, prijeni në copa të vogla dhe vendoseni në një mikser. Shtrydhni limonët dhe lëngun e tyre shtojeni në mikser. Më pas, shtoni shafranin e indis dhe përzini derisa të formohet një pastë e mirëfillt, të cilën mund ta ruani në kavanoz qelçi në frigorifer. Për përdorim, merrni një lugë gjelle nga kjo pastë dhe treteni në një gotë me ujë të ngrohtë. Përzini mirë, kullojeni dhe shtoni 2 deri në 3 lugë çaj me mjalt dhe pijeni. Sipas të dhënave, xhenxhefili ka një ndikim të menjëhershëm kundër kollës dhe irritimit të fytit, ndërsa limoni përmban sasi të larta të vitaminës C që forcon imunitetin, dhe nga ana tjetër shafrani indis do të luftojë të gjitha bakteret dhe virozat. Ai eliminon kollën duke lehtësuar rrugët e frymëmarrjes. Mjalti po ashtu është një nga kurat më të mira natyrale të kollës. Mjalti qetëson fytin dhe zbut të ndjeshëm edhe kollën. Kolla nga e ftohura ose bronshiti janë të zakonshme dhe gjithashtu largohen vetë. Kolla nga virozat mundet që të qëndrojë për javë të tëra. Nëse kolla juaj zgjat për të paktën më shumë se 3 javë, atëherë kjo tregon një problem më serioz në rrugët e frymëmarrjes. Ne gjithashtu ju rekomandojmë të vizitoheni patjetër tek një mjek profesionist për të zbuluar shkakun e vërtetë të kollës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.